qyre, është një gjë që mund është me thonë që është e pazakont edhe pse kjo po ndodh një ditë para përvjetorit pavarësisë Kosovës, është që zakonisht në Kosovë ka qenë që kur kemi zgjedh kryeministër 3 edhe qeveri me mandat 3, ai kryeministër ka vizitu Tiranën, jo anasjelltas. Domethënë kjo ka qenë si një fakt kështu protokolli diplomatik, që besa ka ndodhur edhe me Edi Ramën kur është zgjedhur për herë të parë kryeministër, vendin e parë që ka vizitu ka qenë Prishtina. Tash më njerë pas votimit të qeverisë ne kemi vizitën e zotit Rama këtu që e tregon që nuk është vizitë e zakonshme, as nuk është vizitë që do të ishte sipas rendit me çka pas ndryshime në Kosovë. Po sidoqoftë unë pajtona me yllin kjo shumë mirë që domethënë ka edhe vizitë dhe takime në mes të zotit Kurti, zotit Rama, zotit Zonës Osmani, zotit Rama, sepse ka shumë çështje në të cilat Kosova dhe Shqipëria duhet me qenë bashkë, e që mujnë me qenë bashkë edhe që kanë të domosdoshme, veçanërisht ato që e përmendi edhe zonja Osmani më duket politika e jashtme, pra një bashkërendim më i mirë në politikën e jashtme, sepse vendet ku jemi na dhe pse nuk kemi shumë peshë vendimarrëse, po për shembull bordi paqes se kështu nuk kanë me qenë, se do diskutime të lehta e çështje të parëndësishme për të cilat me që aty kemi marrë një farë vendime, për shembull për sa kohë që na po flasim për planin për gazin, atje janë të ndodhur gjëra jashtëzakonisht problematike. Domethënë me raportin në mes të palestinezëve dhe shtetit Izraelit, edhe që këtu Kosova, Shqipëria bashkë me tjerët në bordin e paqes kanë me pas një farë qëndrimi të qartë. Domethënë për sa i përket zhvillimeve atje përfshirë ato se si do të përfundoj kjo çështja e gazit. Po sidoqoftë me u kthy këtu te na, u pajtona me yllin domethënë që në një unë e mirëpres edhe e përshëndes çfarë do koordinimi, bashkëndimi edhe pajtimi publik të liderëve politik të shqiptarëve, pra të Kosovës dhe të Shqipërisë, për sa i përket gjykatës speciale, sepse alarmi për gjykatën speciale tash është shumë i madh. Domethënë dhe kushdo që ka mujt me pas në farë dileme se si të shkojë kjo gjykatë speciale, mendoj se me fjalën e prokurorisë kanë kuptuar cili është qëllimi i prokurorisë në këtë rast. Dhe në këtë drejtim mendoj që bashkëndimi Kosovë-Shqipëri, po dhe paraqitet publike të edhe zonjës Osmani mendoj që janë të dobishme. Tash unë e di që këtu ka një dimension të madh të hipokrizisë nga zonja Osmani, unë e di që ka këtu një shfrytëzim të situatës edhe për një mandat të dytë cilin po e synon ajo, po sidoqoftë fjalë të mbështetëse ndaj të drejtave të njerit edhe një procesi objektiv e të paanshëm gjyqësor nga presidenti i Kosovës janë të dobishme. Nga kryeministri i Shqipërisë janë të dobishme, nga parlamenti i Kosovës janë të dobishme, siç janë nga parlamenti i Shqipërisë, edhe siç do të kishin me qenë e janë edhe nga kryeministri i Kosovës. Kështu që në këtë drejtim unë këto e përshëndes. Tash a ka një afërsi që për mua është edhe e çuditshme dhe kam vështirë me shpjegu. Në mes të Edi Ramës dhe Vjosa Osmanit ka. Dhe nuk ka vetëm tash. Domethënë kjo ka nisë pak më herët. Në momentin kur Vjosa Osmani ka fillu pak a shumë me undon nga Kurti në raportin me perëndimin, me Shtetet Bashkuara në përgjithësi, ka filluar një farë parafrimi me Edi Ramën. Dhe kjo ka ndodhur kështu gradualisht, po na kujtohet për shembull edhe kur ishte tash zonja Osmani në Bruksel, në mos gabojmë fund vitit kaluar ose në fillim të janarit, kur filluan me u heq masat ndaj Kosovës, aty kemi pas ashtu një dhënje të meritës nga Edi Rama, thuti arsyeja e vetme pse po i hiqen masat Kosovës është Vjosa Osmani dhe paraqitja e saj në BE. Domethënë dhe kjo shihej qartë që ka një përkraje të madhe. Pse ka këtë përkraje, unë për një nuk muj me shpjegu, as nuk muj me e kuptu, sepse në momentin kur është zgjedhur Vjosa Osmani presidente, në vitet e para, ditët e para të saj si president, kjo ka qenë një marrëdhënie jashtëzakonisht të çakorduar me Edi Ramën. Ne kemi fillimin e mandatit të kësaj dyshës Kurti Osmani, Kurti u konë shumë afër Edi Ramës, por Vjosa Osmani u konë diametralisht e kundërt me ta. Dhe ja si na solli politika në këtë pozitë ku tash me që kanë ndruar vendet. Dhe në këtë drejtim, do me thonë, natyrisht që unë pas po pretendoj, e as po them që Edi Rama është komplet parimor dhe konsistent e koherent, po që besa as ta tonë. Fare. Dhe në këtë drejtim, ka diçka këtu që mendoj që publiku duhet me e ditë edhe me e kuptu. Do me thonë, një dozë më të madhe të transparencës, nëse për shembull Vjosa Osmani na qenë nga presidente e dobishme për Kosovën, atë na duhet me ditë pse. Fakti që duhet Edi Rama marrë me na kallëzu që Vjosa Osmani është presidente e mirë, mendoj që të kanë fat për presidencën e saj, nëse ka nevojë më na bind në këtë drejtim. Po a i ndihmon kjo ajo Vjosa Osmanit? Unë absolutisht jemi bindur që me vetë vendosin jo. E me tjerë nuk e di. Do me thonë, nëse përkraja Edi Ramës do të kishte me qenë ndim për deputetet e partive tjera, këto nuk me thonë. Po për Albin Kurti dhe vetë vendosin, kjo veç jashton dyshimin, mendoj unë, ka shi Vjosa Osmanit. Dhe
Pavarësisht që munden për shkak të këtij takimi të jenë të më të relaksuara raportet mes Edi Ramës dhe Albin Kurtit? Po ato raportet mund më relaksu në çështje të caktuara, edhe mendoj që nuk kanë me të padryshume në çështjet që kanë mos pajtim, se ta kanë mos pajtim çështje të caktuara, dhe në ato besoj që ka për afrim të qëndrimeve. Mirë, po mendoj që për zonin Osmani si personalitet politik, dhe nëse kjo ka dhe don me e marrë një mbështetje nga lëvizja e vendosje për mandatin e dytë të presidentës, afërsia me Edi Ramën nuk besoj që i ndihmon, përkundrazi. Mund të qenë pengesë. Çfarë po? Me thonë, sepse kjo pastaj rrit dyshimin të zoti Kurti për... Mund të bo me gjithë me mbështetje të tërka për huknej, së nërës ka qësh me... E tash, nëse e gjenë mbështetje, mund që kjo mendoj që do të kishte me qenë matematikë interesante të cilin besoj që këta e kanë në plan, pra nëse e gjenë mbështetjen të azëm, që unë s'po besoj që e gjenë, po haqë që hipotetikisht po them që nëse e gjenë mbështetjen e PDK-s dhe një pjesë të LDK-s, pra 30 që në famshëm, Vjosa Osmani bëhet kandidatën në kuvend. Tash, nëse kjo propozohet si kandidatën në kuvend, nuk e ka kaq lehtë lëvizja e vendosjes mos më e voto.